61 bashkitë në vend e kanë mbyllur vitin që lan pas me një stok detyrimesh ndaj bizneseve dhe qytetarëve në vlerën e 2.9 miliard lekëve apo 29 milion euro. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, ajo që vjet re është se ka një rritje shumë të lehtë të stokut në raport me shtatorin 2025, ndërsa në raport me dhjetor 2024, ku stoku ishte 3.2 miliard lek, rënja është me rreth 3 milion euro. Detyrimi vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut, megjithse ka pasur ecuri pozitive në 2 vitet e fundit, sërish ka luhatje të herpashershme nga një 3 mujor në tjetrin, edhe pse qëllimi është që stoku i detyrimeve të përpambetura të zerohet totalisht. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se nga totali i detyrimeve të përpambetura ndaj bizneseve dhe qytetarëve, 920 milion lek janë detyrime të papaguara për investime publike, 577 milion lek për shërbime, rreth 313 milion lek vendime të gjykatave dhe 715 milion lek shpenzime të tjera. Referuar listës, vlera e borxheve që kanë bashkitë nuk lidhet domosdoshmërisht me sipërfaqen e tyre apo numrin e popullsisë. Konkretisht në vendin e parë renditet Bashkia Kavaj, e cila rezulton me një vlerë detyrimesh prej 755 milion lek. Më pas renditet Bashkia Pogradec me 220 milion lek borxhe, ndjekur nga Bashkia Vor me 184 milion lek, më pas vjen Bashkia Rogozhin me 140 milion lek dhe Tiranë me 132 milion lek, duke ja lënë radhën Lezhës, Dibrës dhe Dimalit. Ndërsa në fund të listës së bashkive sa i takon vlerës së borxheve, renditen bashkitë Vlorë, Korçë dhe Has. Bashkitë kanë pasur si detyrim që të dorëzojnë pranë Ministrisë së Financave një plan të detajuar për shlyerjen e stokut të detyrimeve dhe t'i përmbahen atij.